besoj që mbrana jove është problem, se nuk ka pas marrëveshje dhe nuk ka qenë ajo marrëveshje që është prezantuar në media. Ju dini që është dorëzuar kërkesa dhe janë duke u kryer gjitha punet edhe teknike për thirrjen e Kuvendit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mendojmë që është me urgjencë, prandaj punët janë duke u kryer shpejt, në mënyrë që të verifikohet kërkesa, të verifikohen delegatët dhe të bëhen gjitha përgatitjet për Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Varësisht prej punëve, besoj që mbrana jove është problem, sepse duhet pastaj të përgatitin edhe ftesët për gjithë delegatët e Kuvendit dhe delegatët e Kuvendit duhen ta kenë ftesën para 7 gushtit, apo? Po, gjithsesi besojmë që. A ka pasur ndonjë marrëveshje në parim me LVV-n siç është raportuar në brend? Jo, besoj që për këto ju japin përgjigje dhe kryetari i Lidhjes Demokratike dhe të tjerët. Nuk ka pas marrëveshje dhe nuk ka qenë ajo marrëveshje që është prezantuar në media. Ju dini që ka pas diskutime, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë në takim dhe kanë mbetë që diskutimet me lëvizjen vetëvendosje të vazhdojnë. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dhënë qëndrimin e saj. Ne do ta japim kontributin ton për konstituimin e institucioneve të Republikës së Kosovës dalur nga zgjedhjet e 7 qershorit.